Zoti Rama ka të regu në vite që punën kundër interesave të kombit shqiptar, e ka ba duke u bloku për çështjet firit, 3 kushtet që kishim para 13 vitesh tashmë, dhe nuk e ka problem me pengu integrimin e Shqipënisë, edhe sidomos kur vjen fjala për një drejtësi që për herë të parë troket në parallomen e tij, sepse nuk është rasti Balluku, është rasti Rama. Pra, është ministri e superbuxheteve, njeriu më i besuar i zotit Rama, dhe sigurisht në vjedhjet e saj mjafton të grysh pak dhe gjen pra autorin ose arkitektin ose emëruesin e përbashkët gjithë këtyre hajdutëve që në vite kanë shkuar në dyert e Spakut. Deri sot kena pas të bëjmë me Kurban, me sa duket është se po kalojmë në komente hipotetike, por me sa duket zonja Balluku nuk e pranon rolin e Kurbanit, pikërisht sepse janë një me zotin Rama, dhe kjo shkon drejt një përmendimin tim drejt fundit të tij politik, sepse ka kalu gjitha vijet e kuqe me kohë, për sot tregon edhe haptas që nuk i intereson as drejtësia, as integrimi i Shqipërisë, por majtjen pushtetit një bande që funksionon vetëm për vjedhje, vetëm për kalimin e buxhetit të shtetit në xhepat e tyre. Dhe në këtë sens, demaskimi i tij është një lajm i mirë për shqiptarët, por lania një tokë djegun pas ikjes të tyre është një lajm shumë i keq për Shqipërinë, sepse rikuperimi i ekonomisë shqiptare ka më marrë shumë vite kohë. Dhe a do të binë sot, a do të binë mas disa kohësh, kjo është për mendimin tim është çështje kohe, sepse ka gjitha simptomet e një regjimi që po shkon drejt rrëzimit.